I dashur publik, ju nga tjeta. Jam jashtëzakonisht i egzaltuar me ju tregu që Time Kadriaj, deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, gjatë mandatit të së cilës parti njerëzit janë vrarë. Gjatë mandatit të së cilës parti Radojqisit i është hap dera për me hyrë në zyret kryeministrisë. Gjatë mandatit të së cilës parti territorët e Kosovës janë shitun edhe Maqedonisë edhe Malit të Zi. Gjatë mandatit të së cilës parti është plaçkit Kosova, edhe është mbyll instituti për dokumentimin e gjenocidit serb. Pas ka dal e po kallëzoj pse pas ka gjujt fu. Po e shkel kushtetuesen që s'po intereson vendi, që kë po e vendos veten e vet mbi vendin, e kom di obligim moral, etik, për gjakun e derdhë të dëshmuarve, për plagët e luftëtarëve të lirisë, për veteranet e luftës që ky s'po i trajton dhe i ka trajtuar në mënyrë të padinjitetshme, ku si ka përfshi as në pagën, në ligjin për pagën minimale, që ka bashkëpunu me listën serbe që veteranët mos përfshihen në pagën minimale. Okej. Listën serbe e përmeni që shefin e listës serbe, i cili u përpjek me aneksu teritorin e Kosovës me ia dhënë Serbisë, që shefi i Time Kadriajt. Po, i përmeni veteranët e luftës. Cilë veteran Time Kadriaj? Veteran të cilët janë fut në lista për me i shërby interesave të klaneve biznesore, kriminale? Apo veteran të cilët kanë bo vetë vrasje për shkak që s'kan pas buk me i qu fëmijëve të shtëpia e familjes, sepse hajduqt pjesët cilëve teje nuk ju kanë dal mjaftueshëm me vjedh fondin çlirimtar, po kanë plaçkit dhe buxhet vazhdueshëm mas luftës në Kosovë për 20 vjet rresht. Për cilët luftëtar të lirisë Time Kadriaj e ki fjalën? Për ata luftëtar gjakujt të cilëve është shkel duke nënshkruar territore Maqedonisë e Malit të Zi? Apo për ata luftëtar gjakujt të cilëve është shkel duke e sjell Radojqisin në zyret e kryeministrit? Apo për ata luftëtar gjakujt të cilëve është shkel me të dy këmbët duke e mbyll institutin për dokumentimin e gjenocidit serb në Kosovë për me amajt qirin Radojqisit edhe Serbisë në mënyrë që me u hap rrugën e ata me ardh me sulmu verën e Kosovës në përpjekje për me ia dhënë territorin Serbisë. Për cilët e ki fjalën? Ku është kauza jote? Për çfarë kauze e ki fjalën? Ndoshta e ki fjalën edhe për këtë rast, ndoshta e ki fjalën edhe për faktin që Zoti dasëm dikën si ky. Pse Baton Stanišić? Pse ju akuzon Sali Berisha dhe përveç akuzave politika, po afërsisht tuaj në Rama, që faksumi ka filluar në vitin 2019 kur flite për darjen e Kosovës. A e ka takuar ndonjëherë Baton Stanišić? Po, e kam takuar. Për ata që nuk e din, ish shefin e shërbimit sekret serb në kohën e Miloševićit. Po, e kam takuar në vitin 1997 dhe është një prej takimeve ma mbretëranëse politike dhe ma të guximshme dhe është një prej mburjeve të mia më të mëdha në jetën time. A është ky shqetësimi yt i zonja Time Kadriaj? Që shefi yt ja ka hap derën edhe Baton Haxhiut, njeriu i cili kur Kosova po përballet me gjenocidin serb, ai koketonte e takohi në për villa me Stanišićët. Njeriu i cili në fakt, sipas informacioneve tona, Ramush Haradinaj ka pas plan me vra. Po nuk e vrau. Dhe tek masi shërbimi sekret serb ka marrë garanci që ai nuk do të vritet, Baton Haxhiu është kthyer në Kosovë. Nëse nuk ju kujtohet, po jo rikujtoj zonja Kadriaj që Baton Haxhiu është shpallur i vdekur, i vrarë gjatë luftës në Kosovë. Sepse shërbimi sekret ka pas informacione, shërbimi sekret serb ka pas informacione të sigurta që grupet armatosura të luftës çlirimtare të Kosovës, të kryesuara nga zoti Haradinaj, do ta vrisin atë.
Do ta vrisnin për spionazh për Serbinë, për bashkëpunësi me Serbinë. Çfarë ndodh 27 vjet mas luftës? Zoti Haradinaj jo që ja fal territorët shteteve, por edhe mbyll institutin për dokumentimin e gjenocidit serb, zoti Haradinaj. Por edhe efton në dasmën e tij Baton Haxhiun, besnikun e Beogradit. Ja zonja time Kadriaj, nuk e di që shkeni stomak me jetu me këtë ftyrë. Shikojeni videon e plot. Ja, ku e keni Baton Haxhiun? Aty e keni. Ja, aty e keni. Po pra. Apo dëshironi t'ju tregoj edhe diçka tjetër? Që zoti Haxhiu, që zoti Haradinaj koketon edhe me mercenarin e Rusisë, Richard Grenellin. Ja, këtu ku e keni. Ja, këtu ku shkoj në një përpjekje për ta gënjur popullin shqiptar se po merrte pjesë në inaugurimin presidencial të presidentit Trump. Dhe ai nuk merrte pjesë atje, sepse nuk mund të hynte, sepse nuk kualifikohej nga shërbimi sekret presidencial amerikan për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit Trump. Sepse vllau i tij, Daud Haradinaj, zonja time Kadria, është në listën e zezë amerikane. Në listën e zezë amerikane i fut në listë zezë kriminalët zonja time Kadria. Kriminalët. Po ndonjëherë, edhe të tillët sikur ky që është besnik i Beogradit dhe i Moskës, e humb certifikatën e sigurisë amerikane siç edhe e ka humbur. Dëgjojeni. Së fundi në rrjetet sociale u shpërnda një fotografi e zotit Haradinaj me ish ambasadorin amerikan Richard Grenell. Ky takim ka ngjallur shumë diskutime dhe pyetje interesante. Por kush është Grenell? Richard Grenell është një figurë kundërshtanëse e politikës amerikane dhe ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Gjermani. Gjatë mandatit të tij në Gjermani, Richard Grenell u përballë me kundërshtime të ashpra nga politikanë gjerman dhe shërbimet sekrete, të cilët dyshonin se ai po përpiqej të minonte interesat e vendit në bashkëpunim me partitë ekstreme të djathtë si AfD. Sipas luftimeve të gazetës gjermane Der Spiegel, AfD kishte marrë financime të dokumentuara nga burime ruse dhe kishte lidhje me kinën zyrtare. Një burim tjetër nga shërbimi inteligjent gjerman i ka treguar gazetës Frontliner në vitin 2023-2024 se Grenell u dëbua nga Gjermania për shkak të dyshimeve mbi bashkëpunimin e tij me AfD-n. Këtë lidhje dhe ndikimi i tij në politikën gjermane, pra siç e thash edhe më parë, kanë çuar në dëbimin e tij nga Gjermania para se ai ta përfundonte mandatin e tij si diplomat. Më tej, një ulëmtim nga The Washington Post zbuloi se Grenell kishte marrë pagesa nga organizata të lidhura me interesat e Kremlinit në Hungari, siç është Magyar Foundation, dhe kishte promovuar politika që binin në kundërshtim të plot me interesat strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, ProPublica gjithashtu raportoi se Grenell kishte marrë financime nga Vladimir Plahotniuc, një politikan moldav i lidhur me Putinin dhe i listuar si persona non grata në SBA për lidhjet e tij me korrupsionin dhe destabilizimin politik. Por, le të shohim cilat janë lidhjet e Grenell me Serbi. Aleksandar Vučić, presidenti serb dhe ish ministri i propagandas në regjimin e Miloševićit, e ka dekoruar Grenellin me urdhërin e flamurit të Serbisë vetëm 31 ditë pasi Serbia ishte përpjekur të aneksonte veriun e Kosovës në vitin 2023 duke e vrarë një polic shqiptar. Ky veprim erdhi pas disa angazhimeve të Grenellit në favor të politikave serbe, duke kritikuar publikisht ndër të tjera
udhëheqësinë e Kosovës për masat e tyre mbrojtëse kundër agresionit të Serbisë në Kosovë. Grenell u stolis me urdhrin e flamurit të Serbisë pas një fushate të zgjatur agresive kundër interesave të Republikës së Kosovës dhe duke promovuar interesa që favorizonin Serbinë. Grenell gjithashtu ka luajtur një rol aktiv në rrëzimin e qeverisë Kurti në vitin 2020. Ky ndikim i tij nuk ishte një përfaqësim i interesave strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por më shumë një diplomaci e bazuar në interesat e Serbisë, e cila po shpresonte se me rrëzimin e qeverisë Kurti do të vinin grupe politike pro-serbe të cilat nëpërmjet nënshkrimit të marrëveshjeve në dëm të Kosovës ishin përpjekur ta çimentonin fuqinë e Serbisë në Kosovë për gjatë viteve të kaluara. Por, shqiptarët në Kosovë nuk i plotësuan shpresat e Vučićit në zgjedhjet e shkurtit të vitit 2021. Për viktimat e luftës së Kosovës, lidhjet e forta mes Ramush Haradinaj dhe Richard Grenell paraqesin një goditje të rëndë ndaj drejtësisë dhe dignitetit të tyre. Takimet me figura si Grenell, i njohur për aleanca dhe veprime që kanë favorizuar Serbinë dhe destabilizuar rajonin gjithësisht Kosovën, përforcojnë shqetësimet se politikat e Haradinajt, të gjithë atyre që argëtojnë marrëdhënie politike apo shoqërore me diplomatët sikur Grenell, nuk mbrojnë interesat e Kosovës, por rrezikojnë të përjetësojnë pabarazim dhe të minojnë sakrificat e viktimëve dhe herojve tanë për lidhje të drejtësi. Këto zhvillime ngrenë pyetje kritike në përkushtimin e disa liderëve për të mbrojtur të ardhmen e Republikës dhe kujtesin e atyre që humbën gjithçka në luftë. Se janë të rëndësishme zgjedhjet? Vota juaj është një akt i shenjtë që mund të ndryshojë fatin e Kosovës. A do të zgjidhni ata që preferojnë ta shesin dhe plaçkisin vendin tonë, apo ata që mbrojnë të ardhmen dhe dinjitetin e Republikës tonë? Zgjedhja është e juaja dhe ju duhet me çdo kusht e vendosmëri ta ndërmerrni atë hap më 9 shkurt të këtij viti. Të dashur qytetarë. Po pra i dashur qytetarë, zgjedhja është e juaja. Të zgjedhni deputet bandit, pa kauzë politike, kombëtare dhe patriotike, të cilët e kanë vetëm fjalim, por në veprim kur ja verifikon, e sheh që janë të gatshëm me i dhënë territoret tona, edhe Maqedonisë, edhe Malit Zi, edhe Serbisë, e sheh që kur bëhet fjalë për veteranët luftës, shtin Mahalla, Kojshi, e Dajallar, e Tezallak, vetëm me u fut në përgjegjësi të buxhetit të Kosovës, edhe pse s'kan qenë veteranë, s'kan luftu hiç, kur janë në pyetje veteranët e vërtet, i lojnë me vdek njerëzit, edhe me u vetvra, kur janë në pyetje marrëveshjet Kosovë-Serbi, të cilat e favorizojnë Serbinë, i nënshkruajnë edhe luftojnë, edhe përgjerojnë që me u zbatu ato, kur janë në pyetje rezistenca e Kosovës për vetëmbrojtje nga agresioni i Serbisë, e marrin e pështjellin vetën me flamur amerikanë dhe evropianë dhe thojnë që po thotë Amerika më bona prishni me bombës më nështru Serbisë. S'ka patriotizëm për atë? Zonja time Kadriaj, me keqardhje të them që ju nuk kualifikoheni të flisni për patriotizëm. Sepse unë nuk ju a di pra paskena tuaja se me çfarë përfitimesh jeni ju të përfshirë aty. Nuk ju a di. Pa ajo çka e di është qëndrimi juaj krahas OOK-s si parti, e cila gjatë formave rotative pushtet marrëse në Kosovë, ka plaçkit Kosovën. Gjatë kësaj mandatit janë vra luftëtarët e lirisë, janë vra gazetarët, janë vra politikantë bashkë me Hashim Thaqin. Janë nënshkru marrëveshje në favor të armiqve tanë dhe kundër interesave të Kosovës. Është mbyll instituti për dokumentimin e gjenocidit serb dhe është hap dera Radojqiqit. Pastaj, zoti Haradinaj është kokë këmb i lidhur me Richard Grenellin, mercenarin e Rusisë, edhe të Beogradit. Është treguesi qartë që ju nuk ja keni idenë çka do të thonë patriotizmi. Absolutisht jo. Kështu që muni me rajt e me usil e me u pështjel, madje kujna i ke dhonë intervist, Lirim Mehmetajt, njeri i cili gënjen, pandalshëm. Dhe kur kapet duke gënjur, gënjen për gënjeshtën që ka gënjur. Dhe kur kapet duke gënjur për gënjeshtën që ka gënjur, ai prap gënjen për kreta të gënjeshtra që ka gënjur më parë për t'i mbrojtur të gjitha gënjeshtrat
Dhe krejt në fund ngulfatet dhe vetëvritet në morgun e gënjeshtrave të tia të vdekura, të cilat ai i ka stisur e sajisur gjatë gjithë kohës, çdo momenti që e flet një fjali. Ne kemi gjetur dëshmi të pamatshme që Zoti Mehmetaj gënjen vazhdueshëm. E kemi dokumentuar në raportet tona. Madje kemi gjetur dëshmi që Zoti Mehmetaj është një ndër nxënësit operator pion të Baton Haxhiut, i cili kur shqiptarët po masakroheshin, ai po ruhej dhe familja e tij nga shërbimet sekrete të Serbisë. Dhe i cili vazhdimisht ka prediku politikë pro-serbe dhe kundër shqiptarëve, kundër Kosovës në Kosovë. Zoti Mehmetaj është autor i filmit dokumentar që i kërkon Kosovës me dhon koncesione për Serbinë, me ja dhon autonomin serbëve të veriut nën kontrollin e Beogradit. Dhe a dini kur ka ndodhur ky film dokumentar? Vetëm disa ditë para sulmeve në Banjska është promovuar. Me 1 qershor të vitit 2023 është promovuar ky film dokumentar. Dhe me 23 shtator të vitit 2023 ka ndodhur sulmi i Banjskës. Dhe në atë film dokumentar, zonja Time Kadriaj, Mehmetaj shkon sillet e përdridhet në për vendet evropiane për me u përpjek me i bind vendet e ndryshme të Evropës se Kosova qenë ka fajtore, pse ne nuk pasmi zgjidhje me Serbinë. Dhe krejt narrativa editoriale e krejt këti grupi kriminal, zonja Mehmetaj Kadriaj, është e favorshme për Serbinë. Ja po jo jap edhe disa inserte. Kjo është artikulli që quhet Baton Haxhiu, Lirim Mehmetaj dhe harta që i pëlqeu Beogradit. Shikoni. Këtu e keni krejt analizën e detajume të ati filmi dokumentar dhe në fund e keni filmi dokumentar që quhet Dokumenti Veriu si Tiroli Jugor. Askush se besonte, po sigurisht që askush se besonte, vetëm vasalet e Serbisë e besojnë atë. Vetëm ata që duan ta mbështesin Serbinë. Dhe ja çfarë thot këtu Mehmetaj në favor të autonomisë së serbëve. Menschen Südtirol nicht aus touristischen Gründen, sondern sich hier ein Bild vom Gebilde der Autonomie zu machen. So auch ein Journalist aus dem Kosovo und eine Journalistin aus Albanien, die sich in einer Film... Gjithsesi, s'po ja lë me folë se është ky është reportazh 5 minutësh ku reporteri gjerman flet për iniciativën e Lirim Mehmetajt të Albanian Post, qysh me bon zgjidhjen e veriut Kosovës të përbashkët me atë të Tirolit Jugor, ku e paraqet, domethënë nuk flet për gjenocidin serb, nuk flet kur gjë, këtë është në rregull jena. Me Serbinë, sipas Lirim Mehmetajt, jemi në rregull, s'kena nevojë me kërku drejtësi, s'kena nevojë me kërku kompenzim, s'kena nevojë me kërku njohje të gjenocidit të Serbisë, çfarë ta mund puna Lirim Mehmetaj. Nxonësi i Baton Haxhiut. Baton Haxhiu, nxonësi i Stanishicit. Apo kupton, me trashëgimi shkon kjo punë. Morë ju kuft. I dashur publik, abonoheni me Kronikat e Barutit dhe ndani këto informacione e flisni për këtë të vërtet. Guxoni, merreni guximin të flisni për këtë të vërtet. Se përderisa ne nuk flasim për të vërtetën, hajduqt, tregtarët e kombit ton kanë me vazhdu me guxu, me fol për gënjeshtrën, edhe kanë me vazhdu me guxu, me tradhtu kombin ton. Por ne duhet të flasim me plot zemër e plot shpirt, sepse e vërteta është në krahun ton. Qoshim me shnet, e shihemi në raste tjera.